Ka ardhur fundi i telefonave inteligjent. Të paktën kështu premton Elon Musk në postimin e tij në X. Ndërsa reagimet e përdoruesve janë të ndara. Kompania Neuralink e themeluar nga Musk në vitin 2016 prodhon çip patruri që lidhin njeriu me kompjuterin. Kur them çip, e kam fjalën për pajisjen me madhësinë e një monedhe që vendoset në kafkën tuaj. Punonjësit e kësaj kompanie thonë se qipat janë të destinuar për pacientët me aftësi të kufizuara, duke u mundësuar atyre lëvizje dhe komunikim. Qipi i parë u vendos në trurin e një njeriu në fillim të vitit 2024 dhe ai ishte një 30 vjeçar që pas operacionit mund të kryente telefonata, të dërgonte mesazhe dhe të luante lojra elektronike duke përdorur vetëm mendimet e tij. Po atëherë pse qipat për qëllime mjekësore janë kaq shqetësues dhe pse Elon Musk thotë se ata do t'i zëvendësojnë telefonat? Para së gjitha është sepse ato lexojnë mendimet dhe kështu cenojnë privatësinë. Ato ndjekin impulset nervore dhe i përkthejnë në tekst në kompjuterin ose telefonin tuaj. Pra do të thotë kjo që mendimet e njeriut nëse kontrollojnë kompjuterin, atëherë edhe kompjuteri kontrollon mendimet e njeriut. Përgjigja për këtë pyetje ende nuk është hulumtuar, megjithatë është një arsye për t'u shqetësuar. Nga ana tjetër, ngrihen dyshime edhe në lidhje me etikën. Ekspertët besojnë se njerëzit me aftësi të kufizuara janë zgjedhur si një kategori e dobët shoqërore për të lehtësuar pranimin për testim. Vetë qipat gjithmonë nuk funksionojnë në mënyrë optimale. Vetëm disa javë pas operacionit të parë, fije që lidhin qipin me nervat në tru u tërhoqën dhe qipi nuk funksiononte më. Dhe çfarë mendoni? A mund që vërtet këta qipa të zëvendësojnë telefonat? Kjo do të thotë që çfarë them unë tani dhe çfarë mendoj, ju mund ta lexoni në ekranin tuaj.